Korça është ndërruar në kryeqytetin e festave të fundvitit pasi është i mbushur me vizitorë dhe turistë të huaj. Shumë prej tyre tregojnë se Korça është qyteti ku ja vlen të kalosh natën e ndërrimit të viteve për atmosferën dhe mikpritjen. Shumë bukur, atmosfera është otima, gjendemi shumë mirë, akolienca është perfekta, edhe ku po pushojmë janë shumë njerëz të hospitët të sjellshëm, të edukuar, disponibili për gjithçka. Korça është fantastike, ja uroj të gjithëve dhe duhet vinë të gjithë ta vizitojnë. Hera e parë në Korçë. Është shumë e bukur, është fantastike. Është qyteti akoma më i bukur që kam parë në Shqipëri. E kemi vizituar dhe tjera Korçë. Po qyteti qytetarëve në kuptimin domethënë që janë njerëz të qytetëruar, të edukuar, të sjellshëm. Nuk mund të them është shtrenjtë. Të paktën në krahasim me qytetet tjera që kemi qenë. Megjithatë, kur vjen për kënaqësi, ndonjëherë ca gjëra edhe pranohen, sidomos kur vërtet kënaqesh dhe argëtohesh. Ja vlen të paguash. Në natën e ndërrimit të viteve, Bashkia e Korçës ka organizuar një koncert festiv dhe spektakli në fishek zjarreve.